Top Albania Radio at the movies. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se vini në At the Movies me mua Dean dhe me kolegun tim Edisonin. Sot po të drejtohem në terminologji profesionale. Nuk arrita kuptoj dot këtë. Është bipolaritet maksimal. Bipolaritet, një herë Edison, thjesht po pres ditën kur do më thrasësh Alejandro. Mirë se vini të gjithë ju që po na dëgjoni në valët e Top Albania Radios, ju që keni përfunduar punën, ndoshta jeni shtrirë në shtëpi, ju që sapo keni nisur, dhe të gjithë ju që jeni sintonizuar. Ky është At the Movies, flasim për filmat sigurisht si çdo të premte tjetër. Sot lajmi i mirë është që kemi 2 premiera në Cineplex. I presim të vim këto 2 premiera në Cineplex, janë 2 premiera jashtëzakonisht shumë të mëdha, kështu që për gjithë ju që doni të shkoni në teg ose doni të shkoni të shikoni një film në ekranin e madh, Cineplex, përveç se ka një larmishmëri për zgjedhjesh momentalisht, ka dhe 2 data speciale këtë muaj që ne do ja u zbulojmë pas pak nëse dëshironi të planifikoni për të qenë pjesë e këtyre premierave. Dhe në pjesën e 2 të programit kemi vendosur të flasim pak për filmat me tematik inteligjencën artificiale. Por me një kleçk që janë filmat perfekt, e shoh të gjën shpesh kur janë 2 persona çift, nuk dinë se çfarë të shohin me njëri tjetrin. Zakonisht ndodh rëndom që djemt pëlqejnë shumë aksionin edhe ndoshta edhe thrillerin, vajzat. Mos na kujto këtë lloj lufte e cila është çdo mbrëmje. Është, nuk e di pse është kjo dhe është ajo uroj që sot ti mos më zhgënjesh. Më kupton, dhe ka një zhgënjim shumë të madh kur ti ke sugjeruar një film që partnerit nuk i ka pëlqyer. Edhe di çfarë, nuk ka gjë më të dhimbshme për ne që i duam pak filmat, kur ti i flet partneres për një film, i thua shumë i bukur, domethënë ti e adhuron atë film. Dhe ajo ulet, e shikon 5 minuta dhe thot, po sikur të hapem një film tjetër. Jo, unë sinqerisht ky është momenti që unë them, unë literalisht them jemi në prag divorci. Nuk e kupton që këto janë arsye sepse njerëzit divorcojnë. Nuk janë, faktikisht nuk janë arsye, mos i merrni këto gjërat që themi shabllon. Jo, deri aty. Po që më ngel hatri, më ngel ekstrem. Patjetër, ose të ngel hatri. Kam hequr dorë nga filmat aksion dhe këto, nuk kam thënë, okay, ulemi shohim romancë. Po ti të paktën shkon deri te pika që shikon romancë, se ke edhe që nuk e pranojnë fare këtë si koncept. Kështu që nëse doni një listë me filma, ta shikoni me partnerin tuaj dhe të jeni të sigurt që të dy ju do mbeteni shumë të kënaqur dhe do keni për çfarë të flisni mbrapa, pra sa ajo është ideologjia për të parë një film, njerëzit ulen për të pasur dhe një diskutim mbrapa, jo vetëm mos ta bukur, duar trokitëm dhe ikëm. Kështu që ne kemi përgatitur këtë listën për ju, mos thoni që e dëgjuat ne. Mirë do na bënte se marketing do na bënit po thoni që e dëgjuat ne, po mund thoni edhe thjesht zemrën e gjeta unë dhe ai do thotë ua. Kjo që nga një vajzë me shija. Të futemi edhe ne pak në lojë dhe të marrim me ca merita. Mirë, nisim programin me Lose My Mind. Rikthehemi në The Movies dhe për gjithë ju që ju ka marrë malli të shihni një film në ekranin e madh, Cineplex gjithmonë sigurohet të ketë një larmishmëri për zgjedhjesh. Nëse jeni të uritur për pak aksion, A Working Man, The Accountant 2, The Amateur dhe Thunderbolts janë për zgjedhje e duhur. Nëse thrilleri është ajo çka ju mungon, atëherë Drop po shfaqet në Cineplex Tech dhe QTU. Në rast se ndjeni pak të zymë dhe keni nevojë të qeshni, atëherë Luli dhe Goni Lemes është zgjedhja për ju. Dhe nëse doni të merrni të vegjëlit tuaj, Snow White dhe Minecraft janë momentalisht duke u shfaqur në Cineplex. Të gjitha kategoritë për të gjithë. Unë isha javën e kaluar dhe pash The Accountant 2, më pëlqeu shumë. Isha me DJ Wizin, by the way. Mos na shaj se nuk të bëm ftesë, por që ju shava kështu shpirtërisht, s'ka gjë. Po që ishte aksion, pra nuk e dinim nëse do përshtatesh ndaj shihet tua. Janë këto selektimet, janë zhanra të ndryshëm, zhanra, po. Që i ndaj në 2 grupime njerëzit. Pra në rast se është një aksion, meshkujt gjithmonë preferojnë me do e mos të marrin shokët e tyre ose vajzat kanë qejf të shohin romancat me njëra tjetrën. Mendoj që kjo gjëja duhet të ndryshojë dhe është dhe një grupim i përbashkët si ajo diagrami i venit që është ajo pjesa e përbashkët, që janë ato filma që do sugjerojmë ne pak më vonë. E bëra kështu si tip, e bëra si marketing për atë që do flasim pastaj. Mirë, ecim pak tani me premierat që presim në Cineplex. Janë 2, të dyja në fakt kanë marrë review shumë pozitive nga traileri dhe nga të gjitha informacionet e para që kanë dalë dhe janë zbuluar në rrjet. E para është Lilo dhe Stitch. Nuk ka shumë fjalë për këtë, sepse të paktën për brezin ton, besoj edhe unë edhe Edea pak a shumë aty vërtitemi dhe Lilo dhe Stitch ka qenë padyshim një ndër filmat me të cilët jemi rritur, se dëgjova një mama në mos gaboj që po bënte këtë diskutimin, është Lilo dhe Stitch film për vajza,
Unë i thash jo, mendoj që nuk ka ndonjë nga këto muhabetet që po bëjmë ne. Pra, Lilo dhe Stitch ka qenë gjithmonë një film gjithë përfshirës. Po gjithë përfshirës. Që ta staksojmë për gjuesit tanë që ndoshta nuk e kanë parë ose nuk janë brezi ynë, është historia e një vajze hawaiane e cila miqësohet me një alien të lezetshëm blu, i cili është arratisur, ka atë zërin e lezetshëm të ngjirur që s'po ja u zbulojmë. Ka qenë film me personazhe me kukulla, tashmë ne mund ta shohim të sjell në jetë me anë të shumë CGI të tjerë. Dhe ai e ndihmon të ribashkojë familjen e saj, vajzën e vogël. Absolutisht. Nuk është pra një film po themi si Barbie, si Moana që kanë domosdoshmërisht pak atmosferë vajzash, kurse Lilo dhe Stitch po edhe unë po mendohesha edhe për veten time që nuk e kisha imagjinuar ndonjëherë nëse mund ta quaja pra një film kështu për vajza, jo, absolutisht jo. Ndjekim pak trailerin e Lilo dhe Stitch. Nuk e kemi trailerin e Lilo dhe Stitch. Okej. Për ta kuptuar më tepër në fakt, historia besoj mbetet e njëjta apo jo? Historia mbetet e njëjta, ama vjen më 22 maj në Cineplex, dhe atëherë do të keni mundësinë ta ndiqni. Kështu që për njerëzit që nuk e kanë parë Lilo dhe Stitch, pse nuk shikoni versionin kartun si fillim dhe më pas ta shikoni se si është adaptuar dhe sjell në jetë vërtet. Kjo është gjëja më e mirë në fakt, sepse ka dhe nga ata që nuk e kanë parë ose nuk e njohin si film. Nëse do ta shikoni versionin e parë të animuar, mendoj që do ishte fantastike për t'u hedhur tek i dyti, sepse domosdoshmërisht ka edhe gjëra të reja që kanë dalë tek filmi i dytë, historia mbetet e njëjtë, po sigurisht kur vjen me njerëz, po themi ka plot e përplot gjëra të reja. Ky është një ndër to, IMDb e ka vlerësuar 7.3, Zak Galifianakis, që unë i kam thënë gjithmonë Galfianakis. Unë nuk e di pse i them Galifianakis, po nuk e di ajo me sakt. Ti e greke fare në rregull. Po është me prejardhje greke, kështu që besoj kështu shqiptohet emri i tij. Na fal Zak nëse jemi gabim. E themi thjesht Zaku. Billy Magnussen dhe Sidney Agudong janë gjithashtu pjesë e kastit, sigurisht që më së shumti për pjesën e zërave. Ndërkohë, premiera e dytë që presim është gjithashtu kapitullimi i një sage, po themi, prej 5 serish, e 5 është e fundit, e Mission Impossible, që Tom Cruise i ka dhënë, po themi, mendoj unë, të gjitha të ka Tom Cruise filma shumë të bukura, po gjithsesi kur përmendet Tom Cruise dhe Mission Impossible janë të dy një ndërthurje që nuk konceptohen dot pa një tjetër. Edhe nuk besoj se kemi nevojë ta përshkruajmë për dëgjuesit tanë, ama nëse nuk e keni parë Mission Impossible, o zot, sa fatlum edhe sa i dashur pas ka qenë Zoti me ju që ju pas ka dhënë mundësinë mos ta shikoni. Keni tani gjithkohon e dur deri më 17 maj të shikoni të gjithë filmat e Mission Impossible dhe të shkoni për Final Reckoning në kinema dhe të ndiqni finalen e madhe si një më kujtove një meme për ta mbyllur me këtë që the tani, se për fansat e Game of Thrones një ndërta dhe unë ka nga këto memet që çfarë do doje të ndodhte nëse do të pra ty do të humbte kujtesë apo do të rilindje, pra është ideja që ta shikoja edhe një herë nga e para, mos ta kisha këtë ndjesi. Mirë, shkëputemi për pak dhe rikthehemi më pas për të folur për disa filma.